Vizita e Qabes. Kur viziton Qaben, shtëpinë e parë të adhurimit, të ndërtuar me urdhrin e Allahut, një pelegrin bëhet dëshmitar i faktit se cilësitë toksore si raca, prejardhja, statusi, bukuria dhe rinia nuk janë asgjë tjetër përveç se emërtime të përkohshëm të destinuara të humbasin. Ai përjeton në ato momente një episod nga shfaqja e madhe e ditës së ringjalljes, ditë në të cilën atij do t'i thuhet të jap llogari përpara Zotit për gjithçka ka bërë në jetë. Zbatimi i ritualeve të haxhit është përgjigje e duhur ndaj kërkesës, të cilën njeriu e kërkon gjatë gjithë jetës së tij. Kjo kërkesë është të fituarit e kuptimit. Njerëzit e kohës sonë po vuajnë mungesën e dhënies së një kuptim mendimeve dhe sjelljeve të tyre. Ndërkohë, haxhi posedon fuqinë dhe kapacitetin që t'i jap kuptim të gjitha veprave dhe mendimeve të njeriut. Shumë dietarë janë të mendimit se udhëtimi për në haxh është një nga mënyrat më të mira për përparimin shpirtëror të njeriut. Sipas tyre, problemet si depresioni dhe sëmundjet shpirtërore si urrëtia, xhelozia, hipokrizia, gënjeshtra dhe shumë ndjenja të tjera negative pengojnë udhëtimin shpirtëror të njeriut dhe një gjë e tillë mund të largohet gjatë ritualeve të haxhit. Prania në vendet e shenjta dhe kryerja e ritualeve fetare bashkërisht ndihmojnë në paqëtimin fizik dhe shpirtëror të njeriut. Islami sot është i përhapur në të gjithë botën, në qindra vende të ndryshme, në etni dhe grupe racore të ndryshme. Muslimanët si asnjëherë tjetër të bashkuar e mirëpresin njëri tjetrin si pjesëtar të së njëjtës familje. Pavarësisht aderimit në disa kultura të ndryshme, ata mbeten thelbësisht të lidhur nëpërmjet të njëjtit sistem besimi e të njëjtave vlera. Dhe kjo vihet re më së miri në haxh, ku duket qartë një solidaritet mes gjithë muslimanëve. Haxhi bashkon në një qëllim të vetë miliona musliman, duke u bërë shkak për krijimin e një tabloje të gjallë të barazisë dhe të vllazërisë. Haxhi, si një nga detyrat e Islamit, që lartëson dhe shpalos bashkimin shoqëror mes muslimanëve, është aq madhështor dhe gjithëpërfshirës, saqë gjerësia dhe hapësira e tij nuk është e mundur të bërehet në asnjë vend tjetër apo bashkësi në faqe të dheut. Në një kohë kur bota në të cilën jetojmë është e mbushur me ngatresa, përçarje dhe konflikte, haxhi duhet konsiderohet si një rast i volitshëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në vende të ndryshme të botës. Në haxh, largimi dhe përçarja shndërrohet në unitet dhe bashkim, dhe haxhiu e shijon tolerancën e mirëkuptimit në kulmin e saj. Haxhi është adhurimi i fundit i obliguar për besimtarët musliman në vitin e 9 të Hijretit, me ajetin 97 të surës Al Imran, i cili thotë: Vizita e Qabes për hir të Allahut është detyrim për atë që ka mundësi. Surja Al Imran 97. Haxhi i parë në historinë islame u krye në bashkimin e Ebu Bekrit, ndërsa profeti alayhis salam e kreu detyrën e vet të haxhit një vit më pas, në vitin e 10 të Hijretit, në vitin 632. Ky që haxhi i parë dhe i fundit i profetit alayhis salam, prandaj u quajt haxhi lamtumirës. Haxhi përmban në vetvete vlera të shumta. Ai është rasti më ideal që muslimani të pastrohet nga gjunahet dhe gabimet e tij. Transmetohet nga Ebu Hurajra se i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: Kush e viziton Qaben dhe nuk flet fjalë të ndyra, nuk i ka përcen kufijtë e sheriatit. Kthehet nga ajo ashtu si ditën që ai lindi nga nëna. Haxhi është një bashkësi ritualesh të kryera në Mekë dhe vendeve të bekuara përreth saj. Pelegrinët hyjnë në vendin e shenjtë me ihram, me qëllimin për të kryer vizitën duke zbatuar disa rregulla të caktuara. Vizita e atyre vendeve të bekuara, që ndodhen në një pjesë të nxehtë të botës, e skenave të lindjes dhe përhapjes së Islamit, duke kaluar shumë vështirësi dhe duke bërë sakrifica fizike dhe materiale, është argument që tregon sinqeritetin e të qenit të robi i Allahut. Gjurmë të adhurimit të haxhit mund të hasen në të gjitha kulturat religjioze. Gjatë historisë, njerëzit u kanë dhënë disa vendeve të caktuara shenjtëri dhe kanë ndier nevojën të vizitojnë ato qoftë edhe një herë të vetme. Në shumicën e feve, qendrat e shenjta të vizitave bartin pothuajse të njëjtat veçori. Krahas adhurimit, pelegrinit i jepet mundësia për të parë vende të ndryshme dhe për të takuar me njerëz të ndryshëm. Në të gjitha fet, pelegrinazhi ka një sër funksionesh, por në asnjë fe, pelegrinazhi nuk është aq ndikues dhe veprues sa haxhi në Islam, ku njerëz nga të katër anët e botës, të pasur e të varfër, pa dallim gjuhe, race, kombësie, kulture dhe pozite shoqërore, vishen një lloj, ndjekin të njëjtat rregulla, duke lëvizur në të njëjtat kushte, mblidhen në të njëjtin vend e në të njëjtën kohë, duke krijuar një unitet ndjenjash. Në këtë drejtim, jemi të bindur se kuptimin më të plotë e të përsosur në të gjitha aspektet, haxhi e ka gjetur në fenë islame. Allahun e madhëruar e lutim që t'i pranoj haxhin të gjithë atyre që këtë vit janë në Qaben e shenjtë. Amin.